Përshëndetje shenja dashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi rrota e fatit, krye për fitoresha, mbretëresha e monedhave, faqa e shpatave. Rrota e fatit tregon se një cikël po ndryshon. Mund të vini re rastësi të çuditshme, takime të papritura ose mendime që ju shtyn të shikoni jetën nga një kënd vështrim tjetër. Nuk është domosdoshmërisht një javë me ngjarje dramatike apo drastike, por është një javë ku rrota po lëviz. Menjëherë pas kësaj shfaqet krye priftëresha, e cila ju thot të mos nxitoni të reagoni ndaj çdo situate, sepse intuita juaj do të jetë shumë e fortë. Mund të kuptoni gjëra pa pasur nevojë që dikush t'jua shpjegoj. Më pas, shfaqet mbretëresha e monedhave, që tregon stabilitet emocional dhe praktik. Edhe nëse jashtë ka pasiguri, brenda jush po ndërtohet një forcë që nuk e kishit parë më parë. Do të jeni më racional dhe më të vendosur. Në fund, shfaqet faqa e shpatave, e cila sjell kuriozitet, lajme ose biseda. Mund të dëgjoni diçka që ju bën të mendoni gjatë. Faqa e shpatave gjithashtu ju thot të mos nxirrni përfundime të menjëhershme. Pra, kjo shtrirje kartash nënkupton se edhe pse rrethanat mund të ndryshojnë, ju po fitoni pjekuri, vetbesim dhe aftësinë për të parë të vërtetën përtej asaj që duket në sipërfaqe. Kartat këshillojnë të mos kërkoni përgjigje me nxitim. Kjo javë shpërblen më shumë për durimin sesa për veprimin impulsiv. Kalojmë në familje. Në familje kemi mbretëresha e shkopinjve, 8 monedhat, 10 shkopinjt, kulla. Në familje shfaqet një energji e fortë përgjegjësie. Mbretëresha e shkopinjve përfaqëson një figurë të fortë duke mbajtur shumë përgjegjësi mbi supe. Ju mund të jeni personi që përpiqet të mbajë ekuilibrin dhe harmoninë në familje. 8 monedhat tregon përpjekje të vazhdueshme dhe përkushtim, por më pas shfaqet karta me 10 shkopinjt që flet për lodhje. Dikush nga ju mund të ndihet i strapasuar ose e mbi ngarkuar, ose mund të keni marrë mbi vete më shumë se sa duhet. Në fund shfaqet kulla. Shpesh kjo kartë të tremb, por unë do të thoja se nuk është gjithmonë negative. Kulla mund të tregojë një debat, një zbulim, një ndryshim të papritur ose rrëzimin e një situate që nuk ishte më e shëndetshme. Pra kulla flet më tepër për rrëzimin e konfuzionit në këtë rast në familjen tuaj. Pra mund të ketë një zbulim të vërtete, mund të merret një vendim i rëndësishëm ose mund të thuhet diçka që fillimisht mund t'ju trondit, por në fund sjell qartësi. Kartat këshillojnë të mos ushqeni hamendësime apo pritshmëri të paqarta. Përballuni me situatat me qetësi, dëgjoni faktet dhe lejoni që e vërteta të flasë, edhe nëse në fillim duket e vështirë. Unë do të thoja se jo çdo tronditje është shenjë fundi. Ndonjëherë mund të jetë shenjë rifillimi. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 10 monedhat, kalorësi i shkopinjve, 4 kupat, 8 shpatat. Në dashuri, 10 monedhat nënkupton potencial për stabilitet. Pra brenda jush ekziston dëshira për siguri, për një lidhje që zgjat dhe për ndjenjën e përkatësisë. Nëse jeni në një marrëdhënie, kjo kartë tregon se baza ekziston, edhe nëse kohët e fundit mund të ketë pasur luhatje. Nëse jeni beqar, zemra juaj nuk kërkon më aventura kalimtare, kërkon diçka të qëndrueshme. Më pas shfaqet kalorësi i shkopinjve, i cili sjell zjarr, pasion dhe lëvizje. Mund të ketë një kontakt,
mund të ketë një mesazh, një takim ose një person që mund të vijë vrullshëm për disa nga ju. Por mund të jeni edhe ju vetë kundrejt dikujt me këtë lloj energjie. Gjithsesi, unë do të thoja se kalorësi i shkopinjve është më tepër një energji e paqëndrueshme. Pra, emocionet mund të luhaten nga njëri ekstrem në tjetrin. Më pas, shfaqen 4 kupat dhe këtu mund të ketë një ndjenjë sikur ju mungon kënaqësia, ose sikur jeni duke pritur për diçka më tepër, më shumë. Ndoshta prisni një shenjë të caktuar, ndoshta prisni një fjalë ose një vendim ose një veprim që nuk vjen pranë jush në mënyrën që ju e prisni. Karta e fundit është karta me 8 shpatat, e cila nënkupton se pengesa më e madhe është frika. Frika më e madhe është dyshimi, frika më e madhe mund të jenë mendimet që ju mbajnë të bllokuar. Mund të analizoni tepër një situatë, mund të mendoni skenar të ndryshëm negativ, ose të ndiheni sikur nuk keni zgjidhje. Pra, mënyra se si e përjetoni dashurinë këtë javë mund të ndikohet nga pasiguritë ose nga përvojat e së kaluarës. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime vetëm mbi bazën e frikës ose të heshtjes së dikujt. Dashuria kërkon besim, por edhe liri nga prangat e mendimeve që ju kufizojnë. Kalim tek puna. Në punë kemi 9 shkopinjt, mbreti i shpatave, 8 kupat, djalli i sqaruar me 9 kupat. Në punë, duket sikur keni kaluar lodhje ose sfida dhe ende jeni në gatishmëri. 9 shkopinjt tregon se nuk dorëzoheni lehtë, por jeni të kujdesshëm ama. Mund të ndiheni sikur gjithmonë duhet të jeni vigjilent. Mbreti i shpatave ju jep potencial për udhëheqje dhe vendimarrje duke përdorur logjikën, pa u manipuluar nga emocionet. Megjithatë, 8 kupat tregon se emocionalisht mund të mos ndiheni më të përmbushur në një situatë pune. Pra, mund të mendoni të largoheni, fizikisht ose emocionalisht, nga një situatë pune ose mënyre vjetër pune ose nga një mentalitet që nuk ju shërben më. Djalli, i sqaruar me kartën 9 kupat, tregon se në punë ose në çështje materiale mund të ekzistojë një tundim për t'u kapur fort pas diçkaje që sjell kënaqësi, që sjell siguri ose përfitim. Mund të jetë një dëshirë e madhe për sukses, për rehati, për arritje personale, por kartat ju kujtojnë të mos lejoni që kjo dëshirë të kthehet në varësi, pra mund të kthehet në fiksim ose kompromis me vlerat tuaja. Për disa të tjerë, ky kombinim kartash mua më tregon mundësi për të realizuar një dëshirë, nëse nuk udhëhiqeni nga frika ose teprimi. Kartat ju këshillojnë të dalloni ndryshimin mes përgjegjësisë dhe robërisë. Në Prism Oracle kemi kartën dashuria. Kjo kartë ju kujton se përgjigja ndaj sfidave të kësaj jave nuk gjendet te frika apo kontrolli, por tek dashuria dhe besimi. Prandaj çdo vendim që merrni këtë javë, përpiquni ta kaloni fillimisht në filtrin e dashurisë. Dashuria nuk kufizohet vetëm te marrëdhëniet romantike. Është një thirrje për të vepruar me dashuri ndaj vetes, ndaj familjes dhe ndaj njerëzve që kanë rëndësi për ju. Dashuria është mënyra se si flisni me veten, si falni, si vendosni kufi dhe se si zgjidhni të ecni përpara. Kjo është dashuria. Paç.